Dhe jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar edhe më tej, ashtu siç e përmenda edhe në fillim të programit, do kemi edhe një linje të drejtë për drejtë nga qyteti i Tetovës me kolegun ton Visar Sadiku, i cili do zhvillojë një bisedë me Blerim Xhamilin, drejtor i ansamblit muzikor në Tetovë, ku do flasim për problematikat e fundit, nëse ky ansambël do të shkrihet ose do të mbijetojë. Qarkullojnë vazhdimisht lajmet në rrjetet sociale dhe të gjitha mediat se çfarë po ndodh në fakt me ansamblin e Tetovës. Nëse e kemi Visarin tani, do të lidhemi direkt. Përshëndetje, Visar, dhe mirëmëngjesi për ty. Përshëndetje Aidia, për ju dhe gjithë shikuesit e radio televizionit të Maqedonisë, kryesisht ato të cilët na dëgjojnë në mëngjesin e sotëm, për shkak se edhe temperaturat e ulta prej një ekstremi, themi temperaturat e larta, sot në Tetovë zotron themi temperaturat e ulta dhe me shi. Atë që theksuat ju, sot jemi në ambientet të ansamblit muzikor në qytetin e Tetovës, një ndër ansamblet më të ri i cili është themeluar në vitin 2023, ndërkohë që punësimet e para në këtë institucion janë bërë në vitin 2024. Edhe pse në atë kohë ansambli muzikor ka kërkuar më shumë mbi 20 punësime, ndërkohë që Ministria e Financave bashkë me Ministrinë e Kulturës kanë pranuar vetëm ditë të punësuar që nga viti 2024, edhe përkundër kërkesave të shumta nga ana e ish drejtorëve, por edhe të drejtorit aktual për të pasur sa më shumë punësime si në administratë, ashtu qofshin edhe ato profesionale, ndërkohë që edhe sot ky ansambël po funksionon me ditë të punësuar, ndërsa kohët e fundit nga Ministria e Kulturës kryesisht, por edhe nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë kërkuar apo kanë përpiluar një draft ligji që sipas tyre ky ansambël duhet të shkrihet apo të mbyllet tërësisht për shkak se sipas parashikimeve të tyre. Por a është pyetur, a kanë marrë mendimin nga drejtori i ansamblit muzikor në Tetovë apo nga profesionist, këtë më së miri do të ma thot sot, pasi e kemi edhe në intervistë drejt për së drejti Blerim Xhamili. Drejtor, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni gjithmonë të hapur. Faleminderit Radio Televizionit të Maqedonisë për interesin dhe vëmendjen në këtë ditë me shi në Tetovë. Atëherë Blerim, ne thamë që kohët e fundit është bërë shumë zhurmë themi, por që dhash Zoti që ky ansambël të funksionojë dhe të jetë gjatë. Çka po ndodh me ansamblin dhe cili do të jetë fundi i kësaj zhurme? Ndëgjoj, nuk është zhurmë, është një revolt, mund të themi një revolt, një shqetësim i komunitetit muzikor në Tetovë dhe në Maqedoni në përgjithësi, sepse në para disa ditëve është postuar një plan strategjik afatgjatë i Ministrisë së Kulturës, e cila e ka pasur një sy shumë skeptik ansamblin muzikor, pa një analizë të veçantë, ato e kanë venduar në kontekst të përgjithshëm si një institucion me dy të punësuar dhe e cila duhet të rishikohet ose të ridefinohet. Tani rishikimi dhe ridefinimi administrativisht, domethënë përkthehet si mbyllje ose shkrirje. Kjo ka ngjall një pakënaqësi tek kolegët tanë, të cilët gjatë këtyre 3 viteve kanë qenë të angazhuar me kontrata të shkurtra për koncertet të aplikuara prej ansamblit tonë drejt Ministrisë së Kulturës, kështu që ato kanë prit gjatë gjithë kohës kanë prit punësimin në ansambël. Dhe drafti ka sjell përpara një paniku, ato u drejtuan tek unë u drejtova tek ministri. Kështu që nuk është asgjë për tu çudit, është një proces i cili duhet të sqarohet deri në fund. Atëherë zoti Xhamili, çka thot ky drafti? Jeni konsultuar paraprakisht dhe cili është qëllimi i draftit? Kërkon bashkimin me një institucion tjetër kulturor që janë Tetovë, sikur është pallati, sikur është edhe teatri, apo shkrirja tërësisme me qëllim themin shkurtimin e buxhetit, themi mos financohet ky ansambël? Tani kështu, unë kam pasur pas publikimit të draftit, kam pasur komunikim me ministrin, kam pasur edhe komunikim, filloi si temë të shqyrtohet më gjerë edhe më erdhën informacione se ky draft, duhet të jetë përgatitur kohë më përpara. Shqetësimi im si drejtor, që i drejtova edhe ministrit, ka qenë që unë në asnjë moment nuk kam qenë informuar për një plan të tillë.
As nuk jam marrë në, as nuk jam pyetur dhe as nuk kam qenë fare i informuar rreth këtij lloj plani. Ky plan brenda vetvetes parashef dy terme, ridefinim dhe rishikim. Këto janë shqetësuese sepse nuk mund të ridefinosh një institucion të cilit nuk ja ke dhënë mundësinë fare për të jetuar, për të ekzistuar. Ne kemi 2 të punësuar, ndërkohë që 23 nuk kanë arritur të punësohen për shkak të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024. Ansambli gjatë këtyre 2 viteve ka funksionuar i nderuar. Do të thonë ansambli me 2 të punësuar, me shumë punë, me shumë sakrificë, ky ansambël i ka realizuar projekte të cilat i ka kërkuar nga Ministria e Kulturës dhe qytetarët e Tetovës i kanë ndjek koncertet e ansamblit. Ne kemi pas fluks publiku. Pra, kjo mu duk shumë si me thonë, në erdhë në befasi, pa paralajmërim dhe më gjeti, si drejtor më gjeti të pa përgatitur për një plan të tillë. Unë jam i bindur se një plan i tillë nuk mund të formohet brenda një nate. Ajo do të ketë qenë një plan afat gjatë, në ndërkohë që unë kam marrë premtime për punësime. Pra, nëse ky plan ka ekzistuar që në fillim, atëherë ne është desh të jemi të përgatitur dhe të marrim masat që në fillim. Ndërkohë që nuk kemi qenë të informuar, ne kemi premtuar. Dhe në momentin që ne kemi qenë edhe vetë entuziast, shifeni, ju jeni sot në ambientet e ansamblit. Kjo atmosferë nuk është e këndshme për asnjë drejtori nderuar. Kjo është një moment shumë tragjik ku vjen një drejtor me 2 të punësuarit e tij në çdo mëngjes edhe me një sallë bosh. E keni qartë, është e pakëndshme si proces për çdo ditë, por edhe si qasje ndaj këtij institucioni me një rëndësi të veçantë për komunitetin në Tetovë dhe më gjerë dhe për komunitetin artistik. Zotë Gjamili thatë se ka dy mënyra, njëri është rishikimi dhe një ridefinimi. Cila nga këto është i pranueshëm apo asnjëri s'është i pranueshëm nga ansambli muzikor që drejtoni për momentin? Si drejtor i këtij institucioni, për mua asnjëra dhe as tjetra nuk janë zgjidhje për këtë ansambël. Ky ansambël duhet të ekzistojë ashtu siç është institucioni nacional ansambli muzikor në Tetovë. Rishikimi duhet të jenë të qartë se çfarë mendojnë ato me procesin e rishikimit dhe si çfarë mendojnë me procesin e fuzionimit. Do të thonë, komplet drafti është i paqartë rreth funksionalitetit dhe mënyrës se si duan ta zgjedhin këtë çështje. Ne si drejtori mendojmë se ne kemi aty është cek në draft se nuk kemi kapacitete, nuk kemi hapësirë. Ne kemi këtë hapësirën që ju e shihni tash, është afërsisht 210 metra katror ku mund të funksionojnë afërsisht 30 punëtor lirshëm. Ne kemi kapacitete profesionale artistë të diplomuar, qoftë shqiptar dhe maqedonas, të cilët po presin para dyerve të ansamblit dhe po kontribojnë për të punësuar. Edhe për këtë gjë, domethënë ne kemi dëshmuar me koncertet tona, ju mund të, domethënë qytetarët mund të klikojnë në faqen tonë në Facebook dhe të shohin ata artistë të cilët vazhdimisht kanë qenë aktiv tek ansambli ynë. Tani kjo është tepër shqetësuese, pastaj edhe është dëshpëruese për të gjithë artistët. Ne nuk mund ta pranojmë, domethënë as ridefinimin, as rishikimin, domethënë rishikimin do të jenë qartë çfarë do të rishikojmë. Domethënë do të kemi një subjekt që duhet të rishikohet. Ky subjekt, domethënë ne nuk i kemi të punësuarit që të mund të rishikohet a kanë funksionuar, a nuk kanë funksionuar brenda vetvetes, a kanë bë planin apo nuk kanë bë planin. Çfarë aktivitetesh kanë bërë? Thjesht për ne është e papranueshme edhe ridefinimi, edhe sidomos fuzionimi. Në asnjë mënyrë nuk duhet të shndrohemi nga një institucion nacional në një repart ose në një sektor të thjesht të një institucioni tjetër, ose qoftë edhe dikush ndonjë institucion tjetër të bashkohet me ne. Zakonisht bashkimet dhe fuzionimet bëhen brenda institucioneve të njëjtit karakter. Ne një institucion të tillë në Tetovë nuk e kemi, është vetëm ansambli muzikor në Tetovë. Nëse fuzionimi parashihet me ansamblin e këngëve dhe valleve, kjo nuk ka logjik. Ansambli i këngëve valleve është i përket folklorit, ndërsa ne kemi në statut aktivitetet të muzikës profesionale. Prandaj, ose për shembull bashkimi me një institucion, siç jemi edhe këtu me Pallatin e Kulturës,
ajo është edhe më keq se njerëz si pika parë, domethënë bie nga niveli që ansambli muzikal është niveli i dytë, ndërsa Pallati i Kulturës është në nivelin e tretë, siç edhe dihet në statut, ato suportojnë orkestre dhe ansamble amatore dhe nuk është e pranueshme për ne që ansambli ynë profesional të shndrohet në një repart të një dhe të ulet niveli në një grup amator të institucionit në fjalë. Zoti Qamili theksua se edhe përkundër që një ndër arsyet atyre është edhe mos funksionimi, shumë sa hapësira ka, kushtet sigurisht se do të bëhen edhe më të mira, mirë po punësimet janë një ndër faktorët të cilët edhe që nga ardhja juaj në kryet të këtij institucioni, por edhe më parë kanë kërkuar të ish drejtorët, sigurisht edhe ju për punësime të reja. Cila është përgjigjja nga Ministria e Financave? Kryesisht Ministria e Kulturës njëherë bën një kërkesë, pastaj Ministria e Financave. Pranon, sigurisht që thatë që ka shumë që presën para dyrëve të ansamblit për të punësuar si punonjës profesionist në këtë ansambël. Tani shife, Visar, ne kemi dërguar kërkesën. Kërkesa jonë kalon në për dy institucione, është Ministria e Informatikës dhe është Ministria e Kulturës. Tani, Ministria e Kulturës nga një anë e miraton planin ton për punësime, pastaj kalon në Ministrinë e Informatikës, atje është një punë çështje teknike që ato e marrim edhe prej atje pëlqimin, i marrim dy pëlqime dhe të komplet dokumentat i dërgojmë për që Ministria e Kulturës i dërgojnë në Ministrinë e Financave. Këtu ne kemi ngecjen. Do me thonë, disata herë është që ne gjitha procedurat i përfundojmë dhe nuk kemi përgjigje. Do me thonë, përgjigje se nuk realizohen për shkak se ne kërkojmë një draft plan strategjik që do të rishikoj këto institucione. Kjo do të ishte shumë korekte nga ana e ministrisë dhe ne duhet pastaj të ulemi edhe ta shohim se si do veprojmë më të tjerë. Pra ne nuk marrim treta ose katërta herë është që ne nuk marrim një përgjigje pse Ministria e Financave nuk lëshon punësimet ose çfarë parashef Ministria e Financave patjetër të ketë një arsye në këtë gjithë këtë situatë dhe në gjithë këtë situatë arsyeja na doli të jetë draft plani strategjik i Ministrisë së Kulturës. Nuk dua ta besoj se kjo ka tendencë në asnjë mënyrë, por nëse ka tendencë atëherë jemi përpara një fatkeqësie në Maqedoninë e Veriut, ashtu siç kemi kaluar edhe 30 vjetët e kaluara me tendenca njëra palë ndaj tjetrës palë, në atëherë neve na nxjerrën përpara një fakti tragjik e cila në vazhdimsi është repetito ose përsëritet pa ndërprerje. Kjo për mua është e papranueshme. Ansambli edhe një herë duhet ta ceki për shikuesin tuaj të radio televizionit Maqedonisë se ky ansambël është e vërtetë se është në menaxhimin e shqiptar ose mua territor shqiptar ose si doni merreni, por ansambli është institucion nacional dhe ne kemi ne kemi një statut, ka një mënyrë se si punësohen njerëzit. Këtu nuk mund të jetë nuk mund të ketë baza nacionale, muzika është standard universal, statuti i ansamblit parashef muzikë profesionale, pra muzikë klasike, nuk ka asnjë vend për ndonjë lloj tendence ose për ndonjë lloj diskriminimi ose për ndonjë lloj paragjykimi. Ne mendojmë se duhet ky ansambël të jetësohet me profesionist, qofshin shqiptar, qofshin maqedon, por të jetë funksional dhe sepse është i veçantë, ne gjykojmë se është i veçantë për fushgropën e Pollogut, Tetov, Gostivar dhe jo vetëm, por për gjithë rajonin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përveç komunitetit artistik të cilët ju përkrajnë dhe ju mbështetin, shumë që nga pjesa e që themi përfaqësuesve tanë disi heshtin, ndërkohë që kemi zëvendës ministër të kulturës, kemi dhe institucione tjera. Mendoni se ata duhet të ngrinë më shumë zënin që ky institucion as të ribashkohet, as të bashkohet me ndonjë themi pjesën të Pallatit Kulturës, por edhe teatri që nuk mund bëhet. A keni komunikuar me këta të cilët na përfaqësojnë ose përfaqësojnë të gjithë shqiptarët? Dgjoj, unë nuk e besoj se këto përfaqësuesit tanë do të lejojnë që ky institucion të shuhet në heshtje, edhe nuk dua ta besoj që ato të marrin këtë iniciativë si diçka tendencioze. Kjo nuk ka të bëjë fare me politikën në kuptimin e propagandës. Kjo ka të bëjë me vullnet politik për të jetësuar dhe për të funksionalizuar një institucion nacional si është ansambli
muzikor në Tetov dhe për këtë gjë, secili shqiptar, edhe jo vetëm shqiptar, secili politikan i Republikës Maqedonisë duhet ta ketë një mision të shenjtë i cili është jetëzimi i një ansambli muzikor për të mirën e gjithë qytetarëve, për të mirën e një grupi të bukur të mirë të artistëve, të cilët kërkojnë të kenë një çerdhe, një fole ku të zhvillohen artistikisht dhe të performojnë përpara publikut të Tetovës. Dhe unë, do të thonë, kontakte të drejt për drejta kam pas me përfaqësuesit në Ministrinë e Kulturës sa i përket punësimeve, por kjo çështje nuk është se e kam shpik unë, ata të gjithë përfaqësuesit në qeveri janë të informuar për këtë gjë, nëse nuk janë të informuar, kjo është katastrofë, atëherë është shumë keq. Dhe kjo çështje duhet ja ku e kanë mundësinë tani të futen dhe të lexojnë edhe draftin, edhe përgjigjen që kemi dërguar ne, të ulen të analizojnë dhe ta diskutojnë tani, nëse është lënë në hares ose nëse nuk ka rënë rasti që të diskutohet. Por asesi nuk duhet ta lënë në heshtje. Unë kam bërë thirrjet dy përfaqësuesve tanë në qeveri, edhe zotrit Kasami edhe zotrit Mexhiti, që unë e kuptoj se ato ndoshta edhe kanë obligime edhe problemet më të mëdha dhe probleme tjera, por ansambli nuk është problemi i vogël. Ansambli është shpirti i qytetit, ansambli është shpirti i rajonit të Pollogut dhe Mëgjer, ansambli është një institucion kulture. Një institucion që pretendon të shndrohet në një vend ku njerëzit tanë të fundit edhe të dërgojnë më e vogla që mund të them në këtë moment është që të fëmijët tanë të rriten me kulturë universale, profesionistët tanë të zhvillohen dhe ansambli të jetësohet dhe të ngritet niveli kulturor në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë. Ky lloj diskursi, kjo lloj qasje ndaj kulturës është e turpshme në këtë shekull. Zoti Gjamili, ju funksiononi me ditë të punësuar, edhe pse ditë të punësuar në ansamblin, themi, muzikor në Tetov, kryesisht gjatë festave të nëntorit, por aktiviteteve tjera, keni pasur koncerte të ndryshme. Sa është minimalisht, nuk themi edhe as maksimalisht të punësuarit të cilët duhet funksionoj pa probleme, për shkak se ju sigurisht që vinë vullnetarisht ata të cilët kryejnë apo vinë me pagesë, dhe si është buxheti, për shkak se me dy të punësuar, nëse nuk ka edhe buxhet, nëse nuk ka mënyra e funksionimit, sa është maksimalja që të funksionoj lirshëm me të punësuar? Tani, maksimalja do të ishte një numër i konsiderueshëm prej 50 të punësuarve, ku pjesa më e madhe do të ishin profesionistë dhe ne kemi në sistematizim shumë pak administrat. Mund të themi se sistematizimi i ansamblit muzikor në Tetov është një sistematizim që i përputhet komplet me standardet evropiane të administratës. Tani nuk e di a ka ndonjë listë të veçantë se sa duhet të jetë numri i administratës, por ne në fillim kemi kërkuar 20 profesionistë, një ndihmës jurist dhe një ekonomist që e kemi. Kaq, do të thonë, ne kërkojmë pjesa më e madhe e punësimeve i referohet punonjësve profesionistë, të cilët presin me, siç të thash edhe më herët, presin të punësohen. Pra, një numër minimal do të ishte 20 të punësuar profesionistë, që ky ansambël të ketë një program të rregullt, të ketë një trup muzikore ose vokale, në këtë rast një kor, dhe të ketë një funksionalitet minimal që mos të vi puna, do me thonë, të shuajmë këtë institucion. Zhvillimi më të qeshëm, mendoj se do të ndodhë në etapa, nuk mund të bëhet një gjë për gjithë natën. Do me thonë, ajo është mëse e qartë, por një trup artistike brenda është mëse domosdoshme dhe e vendon, e jetëson ansamblin, e jetëson, i jep motiv artistëve të cilët do të punësohen dhe të tjerëve të cilët do të presin ngrit një shpresë, ngrit një nivel artistik. Shifeni, ne kemi në Tetov shumica e shoqatave këtu janë amatore, do me thonë, ne është e vetmja çerdhe ku profesionistët i kanë kthyer syt dhe presin zhvillimin dhe funksionalizimin e këtij institucioni. Pra, një numër i vogël, ne kemi kërkuar një numër shumë të vogël në krahasim me atë që është e nevojshme, por ky numër i vogël unë jam i bindur se për fillim do të jetë shumë funksional. Zoti Gjamili, a mendoni se mbështetja ose mos mbështetja institucionale është një
para përgatitje që është menduar mirë më herët që të vi deri te shuarja ose mbyllja? Nuk shife, unë mendoj se në këtë moment ashtu duket. Edhe po të do, shife, jemi me një ambient toksik politik gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës flasim për tendenca ndaj njëra palë ndaj tjetrës dhe kjo na duhen kështu shkëndi të vogla mosbesimi mes qytetarëve dhe qeverisë ose mes partive, një mosmarrëveshje e vogël, edhe nxit më njëherë debatin e nacionalizmit, nxit debatin e furishëm të propagandës e këtu gjëra. Unë besoj se kjo duhet mos shihet me këtë këndvështrim. Kryeministri duhet të hedhë edhe ai një sy nga ky ansambël. Nuk duhet të lejojmë në këtë kohë depresive për gjithë botën edhe ku ta di çfarë, pse jo edhe në mes këtyre vështirësive ekonomike dhe morale në Ballkan dhe edhe në Maqedoni, të lejojmë ende më kësi bisedash dhe kësi niveli të diskutimit të çështjeve. Ky ansambël është ansambël i Republikës së Maqedonisë dhe në Republika e Maqedonisë duhet të ndjehet krenare se ka krijuar dhe ka në administrim dhe ka në një institucion si që është ansambli i Tetovës. Prandaj nuk dua ta mendoj, nuk dua as ta besoj më se ka një plan prapavi, një plan i cili është destruktiv ndaj një ansambli si që është ansambli i Tetovës. Nuk e besoj unë këtë gjë. Dhe nuk në asnjë mënyrë nuk do ta besoj deri në fund, dhe unë jam i bindur se kjo punë do të ndërpritet me një mënyrë. Ndoshta nuk ka qenë fokusi në drejt këtij ansambli, ndërsa nuk e di se çfarë. Në të kundërtën, dua ta them këtu në të kundërtën, nëse diçka e tillë ndodh, atëherë do të jetë një dëshpërim i madh, do të jetë një goditje ndaj besimit të artistëve në këtë shtet, ndaj do të jetë një dëshpërim i madh edhe jo vetëm për artistët, për çdo të ri i cili sheh perspektivë në këtë vend. Kjo nuk duhet lejohet në asnjë mënyrë. Unë kështu e shoh këtë gjë. Përkundër problemeve të shumta, shkurt, cilat janë projektet që ansambli, për shkak se më jemi të fol vetëm për atë pjesën, kemi minutat e fundit, me cilat janë projektet dhe a keni buxhet mjaftueshëm për të realizuar projektet e si vjetshme, çka ka para ansambli? Ansambli këtë vit ka 10 projekte. Ne kemi ndarë në 2 pjesë ato 10 projektet. Buxheti është parafërsisht vetëm për projekte diku te 2 milionë gjysmë denar, që është një buxhet solid, është numër i madh i koncerteve. Ne do t'i realizojmë ato koncerte me 28 me datë 28 të këtij muaji. Ju mirpresim në sallën e kamertale mbas skenës në Pallatin e Kulturës, ku kemi një performancë të shkëlqyeshme nga kolegët tanë si Leila Beqiri, Shkëlzen Baftjari, të cilët do të performojnë muzikë kamertale. Kemi edhe disa koncerte, 4 koncerte kamertale, kemi koncert me violinë dhe orkestër, i cilët do të mbahet në shtator me zonjën e nderuar dhe profesionisten e padiskutueshme, zonjën Sihana Badivuku. Kemi koncertin gala, dy koncertet e përvjetshme që bëhen, është koncerti i këngëve moderne ose muzikës së popularizuar dhe koncerti i nëntorit që e mbajmë çdo vit. Do të kemi edhe koncert me kor Maqedonas, nëse ma përreshtërët pyetjen parës, do të thonë korim i zonjës Jasmina Gjergjeva, e cila kësaj radhe do të ketë muzikë korale botërore, ku parashihet të ketë muzikë shqip maqedonisë dhe vepra shqiptare maqedonase dhe botërore. Kështu që projekti jonë është i larmishëm, programi jonë është i larmishëm, këtë vit buxheti është i vogël, përsëri artistët tanë janë pajtuar dhe pajtohen që të vinë me këto para, ne t'i bëjmë 10 koncerte, ne do t'i realizojmë ato koncerte,
ju kërkoj vëmendjen të jeni dëshmitar të punës tonë, edhe pse ne kemi dokumentuar vjet çdo lloj aktiviteti si vjet, do të kërkoni më shumë vëmendje nga mediat dhe jo vetëm nga mediat, por edhe nga përfaqësuesit tanë politik drejt për drejt, nga këtu i bëj thirrje secilit kompetent në këtë qeveri shqiptar apo maqedonas të vinë në koncertet tona, sepse Agona, kolegja jonë, thot një gjë shumë të bukur, thot njeriu kur futet në koncert dhe kur del prej koncerti nuk është i njëjti njeri. Le të vi, le ta ndëgjojnë energjinë e mirë, e pozitive që sjell arti dhe kultura universale, performancën e artistëve tanë të shkëlqyshëm, punën tonë të palosshme, le ta shohin një herë me sytë e tyre e pastaj le të vendosin se çfarë do të bëjnë më të tjerë. Zoti Xhamili, keni pasur ndonjë bashkëpunim me ansamble të tjera shqiptare, siç është në Kosovë, por edhe në themi në Tiranë, ansamblet tona që janë këtu në Maqedoni, keni pasur bashkëpunime dhe si funksionojnë? Bashkëpunimet ne kemi pasur, ja drejt për drejt ju them këtu, kemi pasur bashkëpunim me punonjësit e jazz orkestrit, të cilët kanë ardhur, kanë performuar bashkë me ne këtu në disa projekte. Kemi pasur bashkëpunime brenda institucionale me individ muzicien të shquar të Maqedonisë, me institucionet jashtë vendit nuk mund të krijojmë asnjë farë lidhje për momentin për arsye të mungesës së stafit. Ne kemi, dua t'ju them këtu, ne kemi, domethënë nuk patëm të drejtë të aplikojmë në projektet e European House, ku ato ishin shumë të interesuar për punën tonë, me qenë se e shifnin punën tonë në Facebook, po edhe aktivitetet tona në Pallat të Kulturës, na u drejtuar neve që ne të aplikojmë te projektet e tyre. Hapi pika numër 3 në projekt kërkonte një numër të punësuarish. Ne nuk e kemi numrin e të punësuarive dhe automatikisht ne nuk kemi çfarë t'ju ofrojmë për bashkëpunim përderisa nuk kemi një staf brenda. Kur në momentin që krijojmë një staf brenda, ne më njëherë na hapen rrugët dhe mundësitë për të bashkëpunuar me secilin ansambël, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Duhet ju them për një gjë, ne komunikojmë me kolegët tanë në Kosovë dhe në Shqipëri për koncertin e nëntarit, për shembull, partiturat i kemi siguruar nga dirigjenti me famë botërore Bujar Llapaj nga Shqipëria, i cili për momentin jeton në Kanada, ose Sofia Kola është një kolege jona që është në opera e balet, kështu me radhë, do me thonë, ne kemi bashkëpunime individuale, por na pengon, na ngec puna në momentin e stafit brenda. Automatikisht, nëse ne të dy duhet të bashkëpunim për një gjë, unë duhet të kem diçka për t'ju ofruar, në këtë moment unë nuk kam asnjë të punësuar përveç projekteve që ekzistojnë dhe ato janë të përkohshme, kështu që nuk është garancë se ata njerëz me atë shumë parash do mund të lëviznin jashtë shtetit ose diçka të tillë. Pas jemi në fund edhe në fund, a ka shpresë që të kemi punësime të reja dhe të shmangim, themi, mbylljen apo ribashkimin me ndonjë institucion tjetër kulturor, ansambli muzikor? Meqense vendimet janë të nivelit më të lartë, unë kam bindjen e thellë që artistët tanë nuk duhet në asnjë moment të dëshpërohen, edhe në asnjë moment as të dorëzohen dhe as të bien pre ndonjë bisede kotit kafeneve, se diçka e tillë do të lejohet aq lehtë të ndodhë. Unë nuk e besoj që duhet të ndodhë, mendoj se nga kamera juaj. Sot do të na dëgjojnë gjithë qytetarët, do të na dëgjojnë edhe përfaqësuesit tanë, por jo vetëm, edhe komplet qeveria e Republikës së Maqedonisë, se ky ansambël nuk paraqet asnjë gjë destruktive, asnjë moment nuk është problem, as ngarkesë, as nuk do të ndodhë ndonjëherë që ky ansambël të shkaktojë ndonjë tendencë ose të jetë tendencioz në ndonjë moment. Ky ansambël do të jetëzohet. Ky ansambël nuk duhet dhe nuk do të zhduket. Lutemi përfaqësuesve tanë, lutemi Ministrisë së Kulturës të ndryshojë qasjen, urgjentisht të ndryshojë qasjen ndaj këtij institucioni, të mos nxisim biseda të shekujve të kaluar dhe të rrim nën hijen e dëshpërimit. U bëj thirrje që ky institucion të jetëzohet dhe kaq.
Gjamili, faleminderit shumë dhe besoj se sa do pak e tham para opinionit atë që duhet apo se kanë dëgjuar. Visar, shumë faleminderit radio televizionit tuaj, redakcisë shtetërore, de facto mundin tonë që je këtu sot për të shqyrtuar këtë temë, emisionit tuaj të mëngjesit, ju uroj suksese, ju uroj punë të mbarë dhe do t'ju isha lutur që për çdo lloj teme, jo vetëm të këtij karakteri, po të gjitha temat që qytetarët, qofshin shqiptar, qofshin maqedon, i parashtrojnë. Kjo është demokracia, fundi fundit, demokracia kërkon debat, demokracia kërkon zhvillim, dhe vetëm mënyrë për të zhvilluar është nëpërmes diskursit politik, kundërshtimeve, debatit, që të ecim përpara, që mos rrim më në hijen e dëshpërimit. Ju faleminderit shumë. Atëherë, Aida, këtu bashkë me mua ishte Blerim Qamili, drejtori i ansamblit muzikor në qytetin e Tovës. Sigurisht se dëgjuat edhe kërkesën drejt për së drejti nga drejtori, por edhe nga të punësuarit e këtij institucioni, i cili kërkojnë që ky institucion të rritet, jo të mbyllet, as të ribashkohet me ndonjë institucion kulturor në qytetin e Tovës. Ata tani e shumë vite, nga viti 2023, nga viti 2024, deri më sot thuhet se çdo muaj, çdo ditë bëjnë kërkesë deri te Ministria e Kulturës, më pastaj deri te Ministria e Financave për punësime të reja, që me qëllim që të punojë ashtu siç i ka hije, për shkak se siç tha vetë Qamili, që mos punësimi apo mungesa e të punësuarve në këtë institucion bën që shumë institucionet kenë bashkëpunime me institucionet ansamble tjera shqiptare, por edhe të vendit tonë. Bashkëmiropafshim në javën tjetër. Faleminderit shumë Visar, gjithashtu falenderojmë edhe drejtorin, i cili ndau kohë që na përgjigjet rreth gjitha këtyre dilemave dhe pyetjeve që po i kemi vazhdimisht ditave të fundit. Ne urojmë dhe shpresojmë që mos të mbyllet kjo më e keqja që mund ndodh, por ne shpresojmë që të ketë punësime dhe të mbijetojë, dhe sigurisht që për të mirën e të gjithëve të kemi ansamblin e muzikor të Tetovës, një institucion që vërtet është i nevojshëm për gjithë ata që punojnë aty, por edhe gjithë për komunitetin tetovar dhe jo vetëm. Faleminderit edhe një herë.